Peja, ndërka që rrjedhën emisionin, Dorantina, vazhdojmë me diskutimet të tjera. Po, sigurisht vazhdojmë diskutimin e parë këtu në studio, do flasim për zhvillimet e fundit politike, dim se tani po pritet edhe certifikimi i rezultateve në mënyrë që pastaj t'i hapet rrugë dhe formimit të qeverisë, e pastaj çështja që më së shumti po diskutohet këto ditë dhe që realisht mund ta çojë vendin sërish në zgjedhje është çështja e presidentit, mbetet ky një test sërish për vendin që të kaloj edhe këtë sfidën e presidentit. Shohim që shumica e partive, disa dhe janë deklaruar tashmë për këtë çështje, megjithatë sot pritet që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbajë një mbledhje të kryesisë, ku edhe me gjasa do dalë edhe me qëndrimet për presidentin, megjithatë edhe dje ka pasur një deklaratë se duan një figurë që nuk është politike, sigurisht duam një figurë unifikuese, së paku kështu kanë deklaruar, megjithatë se si do të rrjedhë gjitha dhe apritet realisht që të ketë edhe tërheqje sot brenda LDK-s, për shkak se një gjë e tillë është kërkuar në fakt edhe nga figura të vjetra të pikërisht të kësaj partie, marrë shkas nga rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Gjitha këto do t'i diskutojmë në studio, kam profesorin Fadil Maloku. Zotri Maloku, mirë se erdhe. Mirë. Ndërka që me ne është edhe politologu Melazim Koci. Koci, mirë se erdhe. Faleminderit ftesën. E në një lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di nëse e kemi tani, por me gjasë do të bashkangjitet në ndërkohë dhe profesori Nejmedin Spahiju. Po e nisim me ju, zotri Koci, çfarë pritet të ndodhë sot, po flasim pikërisht për Lidhjen Demokratike të Kosovës, me qenë se ka një mbledhje të kryesisë sot, çfarë presin që të ndodhë në këtë mbledhje? Nuk presin ndonjë ndryshim qoftë në kreun e LDK-s, di që flitet shumë për mundësinë e dorëheqjes së zotit Abdi Gjiku, me sa di une, por me rezerve them këtë, zoti Abdi Gjiku ka ofruar dorëheqje ditën kur kanë përfunduar zgjedhjet, por nuk është pranuar nga një pjesë e kryesisë dhe mendoj që kjo do të përsëritet edhe sot. Nuk përjashtoj mundësinë që zoti Abdi Gjiku ta ofrojë dorëheqjen, por ajo të refuzohet nga rrethi më i ngushtë dhe më i lartë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë personalisht nuk mendoj që çështja brenda Lidhjes Demokratike, kriza brenda Lidhjes Demokratike është çështje vetëm e dorëheqjes së zotit Abdi Gjiku. Ajo nuk do të zgjidhte asgjë. Lidhjes Demokratike i duhen reforma më të thella, reforma thellë, ndryshime radikale, çësje e re dhe ndryshime, po them, më të mëdha se sa një ose dy dorëheqje. Konkretisht, sot nuk pres që do të ketë dorëheqje, pavarësisht pritjeve në një pjesë të opinionit që do të ketë dorëheqje. Unë nuk mendoj se do të ketë dorëheqje. Ju nuk presni mirë, po a do duajnë fakt që Abdi Gjiku të dorëhiqej, me qenë se kemi një rezultat ndoshta jo fort mirë për Lidhjen Demokratike të Kosovës në dy palë zgjedhje të cilat u mbajtën në një kohë fort të shkurtër. Unë mendoj që duhet më shumë se dorëheqja e zotit Abdi Gjiku. Mendoj se duhen ndryshime edhe më të mëdha përfshirë dorëheqjen e zotit Abdi Gjiku. Nëse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk reflekton shpejt dhe rrënjësisht rrezikon të marginalizohet si parti politike e cila ka dominu deri para 10 vitesh në skenën politike të Kosovës, 10-15 vitesh. Por me sa shohun, në kreun më të lartë të LDK-s nuk ka gatishmëri në këtë moment Spaku në këtë moment. Tani unë po flas, nuk e përjashtoj mundësinë që pasi të sqarohen disa gjëra në skenën politike të Kosovës, ta zëm pas formimit të qeverisë, konstituimit parlamentit dhe zgjedhjes së çështjes presidentit ose presidentit të ketë reflektim brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, të ketë ndryshime radikale, por në këtë moment nuk shoh që ata janë të gatshëm për një gjë të tillë. Supozoj që do të dalin me pohimin që do të presim mbylljen e këtij procesi politik, pra të konstituimit të parlamentit, formimit të qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit dhe presidentes, dhe vetëm pastaj të bëhen ndryshime brenda LDK-s. Para se të vazhdojmë tutje, duhet përshëndesim edhe profesorin Nejmedin Spahiju, i cili tashmë është bashkuar. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që je edhe sot me ne. Çfarë pret realisht nga mbledhja e LDK sot? Ne nisem këtu diskutimin në studio dhe zotri Koci tha se nuk sheh gatishmëri që dikush tjetër, nëse jam sakt, që ta marrë udhëheqjen e LDK-s. Dhe bëhet fjalë këtu se nuk ka gatishmëri që ta marrë dikush udhëheqjen e LDK-s, apo nuk e shohin problem Lumir Abdi Gjikun për këtë, nëse mund ta quaj dështim në këto zgjedhje të 28 dhjetorit? Jo, unë mendoj që ka shumë gatishmëri, madje edhe ka shumë
konkurencë për ta marrë leadershipin e LDK-s, por problemi shtrohet që nuk edhe Lumiri edhe kryesia nuk janë të gatshëm që ta ofrojnë ndërheqje. Kështu që kjo është arsyeja, domethënë pse nuk jemi të sigurt nëse do të kemi ndryshimin e LDK apo jo. Kryesia e LDK-s është një kryesi shumë e madhe, 40 anëtarëse, dhe në momentin që do të jep të ndërheqje domethënë kryetari, domethënë bie automatikisht te kryesia, sepse sipas statutit të LDK-s kryesia propozohet prej kryetarit të zgjedhur të LDK-s, dhe aty mund të kishte domethënë ndërheqja mund të implikonte ndryshime të mëdha dhe të gjitha ata të cilat janë në kryesinë e LDK-s dhe kanë përgjegjësi për edhe për situatën ku ndodhet LDK-ja, nuk janë të gatshëm që të japin të përgjegjësi. E qartë. Maliku? Po. Për këto, a pritet një ndërheqje dhe në fakt do duhej që të ndërhiqej Avdi Xhiku në këtë fazë politike në cilën gjendem ja. Unë mendoj që Lidhja Demokratike është në një krizë, si të themi, thellë permanente, politike, morale, edhe, si me thonë, ekzistenciale. LDK-ja ka një problem që, si me thonë, me ekipin e ri në krye me Lumirin, de facto edhe de jure ka marrë një përgjegjësi e cila, në fakt, unë mendoj duhet me dhonë llogari, si për fitore, po ashtu edhe për këtë debaklin i cili në fakt është evident edhe mund të thuhet që LDK-ja pothuajse asnjëherë në historikun e saj si subjekt historik nuk ka rënë më poshtë edhe. Unë kujtoj, jam dakord me Milazimin në kontekstin që nëse LDK-ja e ka të instaluar si me thonë mekanizmin e përgjegjësisë, llogaridhënies dhe transparencës. Pra ky ekip në krye me Lumirin, unë mendoj që do duhet të reflektonte pavarësisht prej, si me thonë, shtyrje bryljave që mund ndodhin edhe ka, se çdo subjekti ka, si me thonë, në kuadër të substancës vetë politike, ka dhe fraksionet ndryshme të cilat mbrojnë interesa, përveç interesa ideologjike, interesa politike, mbrojnë edhe interesa klanore, mos them edhe interesa ekonomike, të cilat aty janë evidente. Për fakti dhe akti që kryetari aktuali i LDK-s ka zgjedhë vetë ekipin, qyshta dhe në Zmedini, kjo nënkupton se do të duhej realisht të jepte një llogaridhënie e cila do të ishte në kolizion apo në përputhje me përgjegjësinë apo me rezultatin zgjedhor, i cili është mos them katastrofik, por është një situatë ku LDK-ja nuk e ka rolin që e kishte më herët edhe tash nuk e ka për shumë shkaqe. Një ndër shkaqet për mendimin tim është një aspekt që unë e kam analizuar, mu po m'del hipoteka e së kaluarës, domethënë përgjegjësia në të kaluarën. Pastaj e kem një fenomen tjetër që në kuadër të kësaj themi legjislature politike, në kuadër të kësaj udhëheqësie, kem pothuajse fytyra të njëjta, nuk kem ndonjë një risi. Lumiri hyri në konkurrencë me një angazhim se do të bëjë reforma. Mirë po, u pa edhe u vërtetua edhe në shkurt, kur mbaruan zgjedhjet që ishte një ngritje pak të themi simbolike, ekipi i tij edhe grupi strategjik të themi, se LDK-ja ka me siguri, nuk e njohati mirë situatën dhe pushtetin, i cili në fakt për mendimin tim ishte një gabim katastrofik, se nuk e shfrytëzoi rastin që të hynë edhe këtë nuk e bëni për shkak të frikës që kishte, edhe ideja ishte që këtij ekipi në krye me Lumirin ishte që të rindërtoj një projekcion tjetër i cili do të jetë një reformë, kuptimi mirë po që ishte vetëm një improvizim, edhe unë mendoj që kjo tash ka koha kur duhet paguhet çmimi, se në Partitë Demokratike, ekipi që merr përgjegjësinë
si për suksesin, ashtu edhe për më suksesin duhet jep një llogaridhënie. Duket se ka pak natësi edhe për brenda LDK-s. Disa figura në raport me figurën e Kodrit Abdigjiku. Sidomos pas rezultatit zgjedhjeve ka pas postime tërthoraze të cilat kanë thumbuar njëri tjetrin. Partia për Lira Demokratike, sa më bëjnë mend, ka qenë, është nisë me premisat në lëvizje, pastaj e shndrua në parti politike, ma vonë, por asnjëherë nuk kam vërejt një tentativë, si të themi, serioze për të reformuar dhe për të hyrë në një konkurrencë lojale me subjekte tjera, të marrë parasysh gjithmonë ofertën dhe kërkesën dhe kohën. Mos harrojmë, dikun sajën 90, 25, dikun 35 vite i kemë, gati 4 dekada të ekzistencës edhe. Pak është reformuar. Kemë figura pothuajse të njëjta dhe njerëzit kur shofin figurat të njëjta, të konsumura, të cilat me vete bartin plus këtë hipotekën e së kaluarës për gabimet që janë bo gjatë, dhe me thonë, mandatit për ka qenë LDK-ja në pushtet, është e natyrshme dhe e kuptueshme që edhe dënimet mund të jenë të pritura dhe 28 dhjetori në fakt dëshmojnë se LDK-ja në fakt nuk ka rritur ta ngrisë rejtingun e saj në kuadër të skenës politike të Kosovës. E përmendi edhe profesori Spahiu. Nezmedini me shumë të drejtë e përmendi një element që është ndoshta vendimtar në qëndrimet me cilat do të dalin ata sot. Tha që, me drejtë tha që kryetari, këtë rast Abdigjiku, propozon kryesin nga 20 veta dhe është shumë, nuk është reale që në këtë moment ata tani të kërkojnë pra dorëheqjen e atij cili ka zgjedhë dhe i mban aty. Prandaj thash, unë nuk thash që nuk ka të interesuar për leadership, po ka, por nuk ka të interesuar brenda rrethit të ngushtë të Abdigjikut për të dhënë dorëheqje. Do të thotë nuk ka gatishmëri as për dorëheqje, po ka gatishmëri për të mbajtur këto pozicione, këtë pozicion dhe atë përbërje, sepse janë të ndërlidhur, ata kuptojnë që nëse zoti Abdigjiku jep dorëheqje, do të lëvizën edhe pozicionet e tyre. Prandaj nuk shoh në këtë fazë mundësi televizjeve të mëdha në lidhjen demokratike, pres pas 2-3 muajsh, pasi të ketë përfunduar i tërë procesi politik në Kosovë, konstituimi gjitha pushteteve, pastaj pres reflektim të thellë, sepse supozoj që do të ketë presion nga tereni për ndryshime radikale brenda lidhjes demokratike. Megjithatë, a do duhet ishte kështu, zotri Koci? Pra që me qenë se ata kanë vendosur që Abdigjiku të jetë kryetar dhe tashmë me këto rezultatet që i kemi, ata nuk pranojnë që i njëjtit dorëhiqet në mënyrë që t'i ruajnë edhe pozitat e tyre e brenda kryesisë, por megjithatë a do duhet ishte kështu sepse po pëson partia në të kundërtën? Me sa di unë, me sa jam nuk e them me siguri 100%, zoti Abdigjiku ka ofruar natën e mbylljes së zgjedhjeve, pasi që ka dalur rezultati, ka ofruar dorëheqje. Nuk i është pranuar dorëheqja nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Edhe unë pres që njëjta logjik edhe sot dominoj, normalisht që nuk është në rregull. Kështu, në këtë mënyrë, duke tentuar me çdo kusht të mbajnë pozicionet që i kanë, Lidhja Demokratike e Kosovës, pa një reformë të thellë, pa ndryshime radikale, rrezikon të marginalizohet në skenën politikës së Kosovës. Të shkojë edhe më tutje në rënje e sipër dhe krejtësisht të marginalizohet. Spahiu? Po, shiko, Fatosnano pa të sjellë një risi në demokracinë shqiptare. Në momentin që i humbi zgjedhjet dha dorëheqje, duke krijuar kështu një institucione dorëheqjes që ai lideri partisë që humb zgjedhjet të jep dorëheqje. Dhe madje pastaj përmes votës popullore brenda partisë është rikthyer prapë në atë pozicion dhe prapë kur humbi zgjedhjet dha dorëheqje, ai përbajt atij standardi. Por këtë standard e shkeli Edi Rama. Ai në momentin që humbi zgjedhjet nuk dha dorëheqje nga partia, përkundërzi ata të cilët ngritën kry brenda partisë dhe kërkuan dorëheqjen, ai largoi nga partia dhe më pas ai fitoi pushtetin
dhe e mbajti, domethënë 3 mandate, tash është në mandatin e tij të 4. Edhe tani kjo ka krijuar një standard të keq, domethënë, dhe një model të keq do të thosha, edhe në Kosovë, dhe shpresojnë që mirë ne i humbëm zgjedhjet, po nuk duhet t'japim dorëheqje, nuk duhet dorëzohem se ja mund të rikthehemi sikur që është rikthyer Edi Rama. A do të ndodhë kjo? Unë besoj që e vështirë kjo do të ndodhë, aq më tepër që tani partisë në pushtet, ati që ka fituar 51% të votave në zgjedhjet e fundit kombëtare, i levërdis që të mos ketë ndryshime. Sepse kur i ke kandidatë të cilët i ke mundur në krye të partive, nuk mundesh me prit ndonjë ndryshim. Ndryshimi mund ndodhë në qoftë se ndoshta ai që vjen është edhe më i dobët se ky që është tani, por edhe mund të jetë edhe më i suksesshëm. Nuk i dihet, po përderisa është i njëjti, atëherë dihet që loja është e fituar edhe prandaj nuk i levërdis që kjo të ndryshojë. Ata çfarë do duhej, po mendoj të ndodhte është që opinioni publik të bënte një presion në demokratizimin e partive. Shikoj, nuk mund të pritesh për shembull që pavarësisht rezultateve një parti siç është AAK-ja ta ndryshojë liderin, sepse lideri i saj është themeluesi i asaj partie, edhe nuk ka asnjë kuptim që dikush brenda aleancës të merret të udhëheqë partinë më mirë se sa Ramushi. Domethënë, por tek atë vetëvendosja po ashtu. Unë me prit që dikush mundet me mbri rezultate më të mira se Albini. Edhe në qoftë se Albini dikur dështon ose i humb zgjedhjet në potencialisht. Por në LDK dhe PDK, ku leadershipi i saj, themelues të saj, nuk janë më. Domethënë, ku Rugova ka vdekur, kurse tha që Veseli janë në Hagë, dhe ku leadershipet aktuale e kanë marrë partinë të gatshme. Nuk është që e kanë kriju vetë. Ata kanë ardhur aty në bazë të një votimi demokratik brenda atyre partive, por nuk janë meritor për themelimin atyre partive. Prandaj do duhej që të ketë standard që në momentin që humb zgjedhjet me dhënë dorëheqje, me leadership i ri, sepse partia aty nuk është asnjëri prej këtyre. E qartë. Zoti Maloku, pa të këtë pjesë para se në një vend që i thot vetit që është shtet demokratik, të Milazimi e din më mirë se une, përveç karizmës së leadershipit që është e dëshmuar edhe me rastin e fitores së vetëvendosjes. Fitoria e vetëvendosjes nuk e adresohet vetëvendosjes si subjekt politik, po pikërisht karizmës edhe individualizmit që ka zhvillu, e ka shtri, e ka kultivu, e ka mirëmbajt Albin Kurti. De facto dhe de jure politikisht Albin Kurti është fituesi më i madh. Nëse adresohemi LDK-s, LDK-ja në krejt prononcimet e veta, edhe pas ngërçit, edhe para ngërçit, ne kemë vret një subjekt i cili më shumë ka moralizu se sa që ka ofru diçka. Po du me thonë që në ofertën që i bëhet konkrete, se të është jem vitin 2025, votuesi nuk është muaj votuesi i kohës së Ibrahim Rëgovës. Nuk janë, do me thonë, nostalgjik edhe nuk kanë parametrat që i kanë sot për me vlerësu një subjekt apo një karizm politike që odhes një subjekt, janë tjera parime. LDK-ja u mëndu me parime morale. Me parime morale ti nuk mundesh me hy në konkurencë lojale me subjektin i cili de facto e ka monopol, edhe kishte në fakt, s'kene politike në një farë mënyrë monopol, edhe në kohën sa ishte në pozit. Ajo që ka ndodhë të LDK-ja, të vetëvendosja për mendimin tim, këtë parimin e rebelimit, faktikisht e ka institucionalizu, e ka fut edhe në sistem. Ne e kem po kundërthënjet edhe kundërshtit që i bënin ndaj subjekte tjera politike, bëshen kryesisht me këto paradigma, dhe kjo faktikisht është dëshmu si strategji e sukseshme. LDK-ja ma tepër është marë, si me thonë, me votuesit nostalgjik, me rogovizëm, dhe me thonë, aja mon nuk pinuj. Ka ndryshuar rrethonat. Ka ndryshuar rrethonat, edhe kjo jam dakord
edhe mendoj që do duhet me reflektu një leadership i ri. Ke pyetja për ekipin që e ka zgjedh Lumiri. Shiko, aty nuk ka ndonjë konkurrencë të madhe midis. Aty Lumiri është i pari pejt parëve, në kuptimin formal, për faktikisht edhe me background politik, edhe me, si me thonë, edhe me këtë formimin e vetë sociopolitik, faktikisht është i pari. Unë mendoj që pa dhe unë i dërheqje nuk munën me shkuas garnitura e cila shkon prapa ti. A do të bëjnë këtë Lumiri, a do të pranoj LDK-ja, unë mendoj që kjo është një pyetje hamletiane, e cila në fakt, në rast se LDK-ja dënë atë që e tha Milazimi të bëjnë një reformim të thellë, unë mendoj që duhet me gjetë një lider të ri. Megjithatë, Spahiu me të drejtë përmendi se për dallim nga vetëvendosja dhe nga AK-ja që i kanë themeluesit e partive tashmë akoma, e njëjta nuk qëndron me LDK dhe me PDK dhe është kjo pikërisht arsyeja pse të njëjtit nuk po mund edhe ta ruajnë votën. Ja, s'ka lidhje kjo me ato formimi i partisë. Sepse edhe ju e përmendet se e gjithë merita për fitoren e vetëvendosjes është Albin. Shiko, është një tjetër kalim. Po të mos ishte i njëjti, besoj që dakordojmë në këtë pikë që nuk do të ishte ky rezultat. Shiko, për edhe me shiku me këtë këndvështrim edhe vetëvendosja nuk ka në një farë ndryshimi. Prej fillimit, prej themelimit, sa gati në 2 dekada, e ka të njëjtin personalitet. LDK-ja i ka gati 4 dekada, edhe kjo, si me thonë, e imponon nevojën që të reformohet. Karizma është e nevojshme, është e rëndësishme, po është e rëndësishme dhe programe, strategjia, oferta, përgjithësia, llogaridhënia. Krejt këto kategori duhet më instalu në brenda subjektit, nëse unë po flas për këtë kohë, nuk po flas për kohën kur përpara ka dalë Ibrahim Rugova dhe me një fjali i ka marrë dhe më thonë... A që në rrethana të ndryshme. Zotri Koci, për këtë që... Janë partitë tona mbështeten mbi liderizmin. Duke fillu nga Lidhja Demokratike para 35 vitës, do të thotë, Lidhja Demokratike e Kosovës pa Ibrahim Rugovën nuk është asgjë, dhe prandaj është duke e përjetu këtë krizë. Një prej shkaqeve, nuk them që është i vetmi shkak, por një prej shkaqeve është mungesa e zëvendësimit të zotit Rugova me një lider parafërsisht të njëjtit kredibilitet. Ose ta zëm rastin e vetëvendosjes, që e përmendi Fadili, është gjithashtu e dëshmon këtë tezë, pa zotin Kurti vetëvendosja nuk paraqet asgjë. Unë vërtet mendoj që pa zotin Kurti ata nuk paraqesin ndonjë forcë relevante në skenën politike të Kosovës. E njëjta vlen edhe për PDK-n. PDK-ja pa themelues të saj, që mjarisht janë në Hagë, nuk pa mund të merë vetën, do të kasës. Është nga ato kvota nuk lëviz, ka një elektorat stabil në disa pjesë të Kosovës, dhe thjesht ne momentarisht shohim do të munges leadershipi. Njëra nga partit, në këtë rast vetëvendosja, ka leadership, ka lider të fuqishëm, dhe prim i blun praktikisht politikisht të tjeret. I blun në sajët të karizmës dhe kredibilitetit të Albin Kurtit, asgjë tjetër. Ta zëm, unë e vërtet mendoj që po të largohet, ta zëm, për shkak që nuk e di çfarë, zoti Kurti, vetëvendosja do të binte në nivelin e Lidhjes Demokratike të Kosovës ose të Partisë Demokratike. Si plotësim vetëm këtë që po du me lidh me një analizë tjetër sociologjike. Kultura jonë politike, mentaliteti, këvaret në psikologjia e votuesve, të na ende është ato që përmeni Milazimi është ndërlidhur me karizmën e liderit. Këtu LDK-ja për mendimin tim nuk arrit me i rikomponu këto dy komponenta. Liderin, programin, parimet. LDK-ja faktikisht e ka dhe një handicap tjetër, që unë mendoj e thashmë duket, që e ka dëmtu shumë në këto vitet e pas luftës, faktikisht në munges të leadershipit vetë, një mendet faktikisht gjatë gjithë periudhës së vetë në një farë mënyre në perceptimin e publikut ka qenë një farë dekori publik. E ti në qofë se nuk i aktor aktiv, nuk merë pjesë, nuk në përgjithsi, në logaridhonjë, në përgjithsi, dhe me thonë, të pushtetit, ti faktikisht marginalizosh edhe kjo, po mendoj e ka dëmtu mjaft LDK-n. Pra, ende është ai perceptimi i dekorit,
apo patericës. Faktikisht të LDK-ja pas rënës e Ibrahim Rëgovës për mendimin tim 2-3 herë e ka dëshmu edhe kjo unë mendoj që është një ndër faktor që e ka dëmtu. Nuk është krejt të liderit të programit. Pati edhe zotri Spaju për thënë diçka, më pas do kalojmë edhe tek çështjet e tjera. Spaju të lutem. Po, shikon, do ta marr një analogji. Kur profeti Muhammed ka vdekur, bota islame ka qenë shumë e vogël. Domethënë ajo më pas ka shku gjithmonë duke rritur për të arritur në ditët e tënë 2 miliard njerëz. Po pse këtë ka arritur? Porosia ti ka thënë, mos u merrni me portretin tim, mos u merrni me varrin tim, ndjekni udhëzimet e Kuranit. Edhe prandaj, kurse LDK-ja ka bërë të kundërtën. LDK-ja e ka shmangur atë filozofinë politike të Ibrahim Rëgovës, në ndërkohë që marrë me portretin e Ibrahim Rëgovës, mundohen me kufomën e tij me fitu vota. Prandaj ka rënë, ka shku të poshtë. Një leadership, një lider i ri, që do ta kthente LDK në ato madhështinë e vet, duhet ta bëjë të kundërtën. Do duhet që t'i kthehet, si të them, parimeve originale të Ibrahim Rëgovës dhe mos ta shfrytëzoj figurën e tij. Shikoni, Lumiri ka bërë të kundër. Për shembull, ai ka organizuar konferencë për Ibrahim Rëgovën dhe ka thirrë njerëzit, për shembull, ka thirrë aty Edi Ramën dhe Blendi Fevziun e tjerë, njerëz të cilët e kanë përqeshur në mënyrën më të poshtar Ibrahim Rëgovën. Kjo ka qenë ai është përpjekur, në anën tjetër ka thirrë për shembull djalin e Ibrahim Rëgovës me marr në parti për me mbulu këto shmangjen e tij nga vija e Rëgovës. Një lider tamam që e kthen LDK-n në sozat vetë duhet ta bëj këtë të kundërtën e asaj çfarë ka bërë Lumiri, dhe jo vetëm Lumiri, edhe Fatmir Sidiu, edhe Isa Mustafa, që domethënë kjo në mënyrë shumë graduale ka shku duke ju shmangur asaj rrugë. E qartë Spajun. Në fakt, ajo se çfarë ka gjasa ndoshta të diskutohet, ose edhe t'jepet një deklaratë ndoshta krejt pas mbledhjes së kryesisë, është edhe çështja që ju intereson zotri Koci, tash pothuajse gjithë qytetarëve, çështja e zgjedhjes së presidentës, ndonse partitë nuk kanë dalë me një deklaratë zyrtare mbi atë në rast se do mbështesin një kandidaturë të dytë për cilën është shprehur e gatshme Zonja Osmani, megjithatë kanë dhënë disa sinjale të cilat nuk kanë qenë fort pozitive. Në një së fundmi për një media tjetër, zotri Abdi Gjiku ka thënë se kërkon marrëveshje për president jo politik, gjë që lënë të nënkuptoj se nuk janë pro ndoshta kandidaturës së Vjosa Osmanit, teksa kjo e fundit ditë më parë ka deklaruar se ka sinjale se është e pëlqyeshme nga të dyja anët. Prononcimi i djeshëm i zotit Abdi Gjiku e bën krejt e qartë që LDK nuk do të votojë zonin Osmani. Do thotë nuk ka lënë hapësirë për interpretime. Do të thotë nuk e përjashton, ai nuk e përjashton, do të thotë, por fakti që në të njëjtën kohë opozita të 3 partitë thonë që zonja Osmani ka anu kohëve të fundit nga vetëvendosja, dhe në anën tjetër e pohon në prononcimin e tij që duhet marrëveshje për një kandidat unifikues i përbashkët i gjithëve. Unë mendoj se kjo praktikisht dërgon sinjalin që ajo nuk është zonja Osmani, nuk e përjashton, por mendoj që nën rreshta e përjashton zonjën Osmani. Por, dhe mendoj që ky është qëndrimi përfundimtar i lidhjes demokratike të Kosovës dhe sinjalizon edhe diçka tjetër për mos u kthyer në temën e mëparshme, që nuk do të ketë ndryshime në lidhjen demokratike. Përndryshe, nëse do të ishin projektuar ndryshimet sot, ai nuk do dilte me atë deklaratë. Nuk do ta bënte atë deklarim. Pra, sinjalizon që ai do të qëndrojë edhe këta 2 muaj në udhëheqje, që ky është qëndrimi përfundimtar i LDK-s dhe praktikisht LDK-ja distancohet nga kandidimi ose mbështetja duke qëndruar në sallë për zonjën Osmani. A do t'i kushtonte kjo në të kundërtën, zotri, në rast se ndodh kjo, do i kushtonte lidhjes demokratike të Kosovës ndoshta më pas me vota? Tani kjo çështje për debat pak më të gjerë,
nuk jam i sigur, do të thotë, sepse do të varet nga shumë çka. Do të varet si do të lëvizin vetë lidhja demokratike, do të bëjnë ndryshime, si do të lëviz. Por edhe diçka tjetër, lidhja demokratike në këtë çast nuk ka kur shkon më poshtë. 13% është partia e parë pluraliste e Kosovës, ka rënë në 13%. Por desha t'i kthehem çështjes së presidentit ose presidentes. Praktikisht LDK-ja është distancu. AK-ja nuk mund të bëj asgjë konkrete, sepse thjesht i ka 6 deputet. Do të thotë mbetet vetëm PDK-ja, është shumë e vështirë, pritet që PDK-ja t'jap pëlqimin të qëndrojë në sallë, në hallin e Kuvendit të Kosovës, pa kërkesë për pjesëmarrje në qeverisje në një ose formën tjetër. Ndërkaq që zoti Kurthi e ka bërë krejt të qartë që nuk dëshiron qeverisje me të tjerët. Dhe ka të drejtë. Ka fituar mbi 51%, ka mbështetjen e pakicave jo serbe dhe nuk ka përse ndan pushtetin me tjerët. Por, në rastin e presidentes, këtë unë kam përshtypjen që do duhet ta bëj, ose Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje. Pse e them këtë? Edhe mendoj që zoti Kurthi është i ndërgjetshëm për një gjë të tillë. 2 deklaratat e tij rreth kësaj çështje mendoj se në Kosovë pjesërisht ose pak më shumë janë keq interpretuar. Ai do të thotë me ato deklarata që i ka bërë, ku ka pohuar që ka rrezik të shkohet në zgjedhje të tjera nëse nuk gjejmë një kandidat, mendoj se ka dërguar mesazhin edhe për zonjën Osmani, që jo domosdoshmërisht ajo Abdigjiku dje. Dhe në bindjen time, kjo do t'jetë zgjidhja vetme e mundshme, në të kundërtën nëse nuk do të ketë marrëveshje ndërmjet gjitha partive politike, por jo në kuptimin që dikush ta propozojë një kandidat, dikush tjetër një tjetër, jo kështu. Por tulin në tavolinë ta gjejë një kandidat me konsenzus, që do të ndikonte skenën politike të Kosovës, në të kundërtën nëse shkohet me kandidat veçmas, ndaras, ta zëmbet vendosja dikë, opozita dikë tjetër, mendoj që Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Qartë. Po, Spaiu kishte diçka. Po, profesor. Shikon, unë e para nuk mendoj që Albin Kurthi është i interesuar që ta zgjedhë Vjosa Osmanin. Nuk e thot të publikisht, por intimisht ai nuk është interesuar që ta zgjedhë atë. Shiko, politikanë tonë nuk i mbajnë mend të mirat, nuk janë, domethënë janë kogja bukpërmyst, por pektiat i mbajnë mend. Dhe gjatë o akuza që Vjosa Osmani e ka bërë gjatë mandatit Albin Kurthit, nuk është që nuk i ka regjistruar. Shumë më shumë, natyrisht do t'i konvenonte një politikan dikush tjetër të jetë president, madje një profili më të ulët se sa Vjosa Osmani, e cila ka një autoritet, por që në fakt nuk është se ka kontribuar ndonjë gjë për të arsyetuar postën e presidentit të Kosovës. Nuk ka performuar mirë. Nuk është, për shembull, nuk ka bërë, ai ka bërë se hirë, për shembull kohën kur Kosovës janë vu sanksionet. Ka këshyrë mos sporzohet Albin Kurthi prej këtyre gjërave, prej lojrave politike të cilat ai ka zhvilluar, sidomos me veriu në vend që të kontribuante, për shembull që masat ndaj Kosovës mos të vinin. Sepse të ke funët e si kreu i diplomacisë, si numrin i shtetit, edhe e ka pas në domenin e saj. Por jo, është përpjekur më shumë për figurën e saj, gjë që edhe ja ka rritur, sepse ka krijuar shumë veta, domethënë janë në Kosovë që thonë është shumë e zoja. Mja u mbush mend e njerëzve që është e zoja, pa kontribuar diçka për Spaiu. Meqense se kemi edhe pak minuta në dispozicion të marrim edhe mendimin e zotit Spaiu. Domethënë po nisem pe këtij prononcimi djeshëm që bëri kryetari Abdigjiku. Më lam përshtypje dy sekvenca. Koncepti figur unifikuese edhe konsenzusi. Edhe jam dakord me ata me Milazimin që tha se faktikisht prononcimi djeshëm i cili ishte mjaft me eufemizma. Pra nuk ishte i drejt për drejt mesazhi, por ajo mund të nënkuptohet se faktikisht LDK-ja në krye me Lumir Abdigjikun është interesuar të fut një parem
moral, kisha me thonë, ma tepër se sa juridik. Ndërkaq, ne e dim që demokracia jonë është një demokraci procedurale. Edhe faktikisht, qëllimi i prononcimit përmes kësaj sintagme, dhe me thonë si figurë publike, për mendimin tim, ideja dhe koncepte, apo synimi, apo ambicje e LDK-s është që faktikisht presidentes aktuale të hiqet, si me thonë, neutraliteti simbolik që ka të garantuar edhe me kushtetut, se është, dhe me thonë, institucion unifikues, pra faktikisht Abdi Gjiku përmes prononcimit të djeshëm e qonë edhe një mesazh se LDK-ja e vitit 2025 me gjithë këtë debaklin që ka pësu në zgjedhje, faktikisht nuk është mo ajo zgjedhja, ajo lidhja demokratike vitit 2021, kur Blanco faktikisht ja dha besimin presidentes edhe faktikisht kjo në një farë mënyre e ndërtoj, si me thonë, karizmën e tështë, a ka qenë unifikuese, apo s'ka qenë presidentja të nishme, kjo është çështje e perceptimit që i bojnë subjektet për interesat e vetë. Dhe unë mendoj që pa një analizë të gjithë mbarshme, nuk mundëm me thonë, për shkak se faktikisht për gjykimin tim, unë në disa prononcime me thonë drejtën e kam kritiku për do hapat që i ka bo, por në sferën e marrëdhënieve të jashtme. Unë kujtoj, kjo është një perceptimi imi subjektiv, sociologjik, jo politik, që shë kam Lazimi për shembull, se presidentja de facto dhe de jure faktikisht e ka lozur atë sa ka mundur, sidomos në situata kritike, kur u kriju perceptimi se Albin Kurti është anti-amerikan, kur, dhe me thonë, ato temat cilat faktikisht janë konsumu. Një sen, po do me thonë që për t'i ikur kësaj, si me thonë, këti skenarit që po ripërsëritet, kur vjen fakti dhe akti përgjedhës së presidentit, do duhe me shërtu mundësin që presidenten me e zgjedh në mënyrë të drejt për drejt. Dhe me thonë, me votat qytetare, kjo për mendimin tim kishte me qenë, si me thonë, një farë zgjidhje e cila nuk ishte me në kriju situatat pakëndshme, sigur se u kryun këto situatat. Është të propozuar realisht si ide shumë herë edhe në këtë studio, megjithatë a besoni se do të mund të gjendet një figurë tjetër përveç Osmanit që do të ishte e përshtatshme ndoshta e pranueshme për gjithë? Përkundër kolegëve që po thonë që unë mendoj edhe gjykoj që vetëvendosës nuk i konvenon një figurë tjetër, për shkak mos harrojmë edhe diçka. Po shkojmë në mënyrë hipotetike. Në rast se Vjosa nuk zgjedhet presidente, zgjedhet një tjetër personalitet, nuk më rëndësi kush. Unë jam shumë i bindur me fuqinë, me karizmën që ka votuese, potencialin që ka dhe njerëz të cilët të votojnë, faktikisht në një periudhë të ardhshme, brenda një kohë shumë shkurtër, padyshim që Vjosa kishte me u kthy me një foreshur me një subjekt. Atëherë kishte me qenë rrezik edhe për vetëvendosjen, por nikosisht për gjykimin tim edhe për lidhjen demokratike. Dhe këtë dhe realisht e tha dhe vetë Osmani, nëse nuk më votoni do të më keni përballë, që i bie se ajo do t'i kthehet sërish jetës politike edhe nëse nuk do të jetë presidente. Nuk është drejtë e saj legjitime, do të thotë, ka përvojë, është në moshë të re, është kredibile, dhe askush nuk e konteston. Nuk kontestohen aftësitë e zonjës Osmani. Problemi është e raporti i forcave në skenën politike të Kosovës. Vetëvendosje ka fitu votat mjaftueshme të bëjë qeverinë e vetme me pakicat jo serbe, të zgjedh kryetarin e parlamentit dhe këtu përfundon rrëfimi. Nuk ka vota për të zgjedhur edhe presidentin ose presidenten. Prandaj mendoj që do duhet marrëveshje politike. Pa një marrëveshje politike, Kosova rrezikon vërtet shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse thjesht e dim, kjo ja thash pak më parë, nuk është në pozitë. Nuk është pozitë për të ofruar, nuk ka votat mjaftueshme. LDK-ja mbrëm me bëri të qartë, nuk është në anën e zonjës Osmani, mbetet vetëm për... Me këto deklarata që i kemi deri më tani, vështirë se do të gjendem... Unë mendoj që përfundimisht, me deklaratën e mbrëmshme,
zoti Abdi Gjiku përfundimisht të bëri të qartë që LDK nuk qëndron në kuvend në raundin e tretë sa i përket zgjedhjes, nëse do të ishte zonja Osmani. Unë mendoj se kjo ishte mesazhi, kërkoj një kandidat unifikues i pranueshëm për edhe vetëvendosjen, edhe partitë opozitare. Ju pyetët, a ka? Unë mendoj se në Kosovë ka kandidatë të tillë. Një prej tyre është edhe presidenti Osmani. Unë nuk e përjashtoj. Edhe ai është një nga kandidatët, por është çështje e perceptimit tani nga ana e opozitës. Opozita nuk e percepton të paanshme, sidomos për shkak të veprimeve në 5 muajt e fundit. Dhe ne mund debatojmë gjithë ditën a qëndron ky perceptim. Pikërisht për shkak të kësaj deklaratave që kanë pasur ko pas kohe për presidentin Vjosa Osmani, cilat janë edhe gjasat, apo mund të themi edhe tani se ka pak gjasa që edhe PDK-ja të qëndroj në sallë për ta bërë kurumin për zgjedhjen e. PDK-ja mund të qëndrojë në sallë, por jo pa kompenzim në qeverisje. Do thotë PDK-ja nuk e përjashtoi mundësinë dhe mund, por jo pa marrëveshje politike me vetëvendosjen në këtë rast. Në këtë rast, atë që ju po pyetni, atë që po pyet. Kjo kërkon sakrificë të vetëvendosjes të zotit Kurti. Pra, ai duhet sakrifikoj një pjesë të pushtetit për shkak të postit të zonjës Osmani. Unë nuk jam i sigurt që, ashtu si që tha edhe Nexhmedini, nuk jam i sigurt që zoti Kurti dëshiron të bashkëqeverisë me dikë tjetër, në këtë rast me PDK-n, për shkak të pozicionit të presidentit. E kanë deklaruar në fakt. E ka deklaruar, absolutisht. Prandaj thash pak më parë që deklarata e zotit Kurti rreth zgjedhjes së presidentit është keq interpretuar, nuk ka qenë shantazh. Nuk ka qenë shantazh ndaj opozitës, ka qenë thjesht ndërgjegjës. Ai është i ndërgjegjshëm që do të ketë probleme dhe se duhet marrëveshje. Duhet marrëveshje politike, e ka bërë edhe atë që tha pak më parë, e ka bërë të qartë që nuk don bashkëqeverisë dhe ka të drejtë. Ai ka shumicën stabile, ka 67-8 numra. Përse të ndaj pushtetin për shkak të pozicionit të presidentes. Mund të themi se ka gjasa që të propozohet edhe dikush tjetër dhe nga vetë lëvizja vetëvendosje për president. Unë e parasha pak më ndryshe. Mos sakrifikuar pra tek pjesa e. Unë e shoh pak më ndryshe, nuk mendoj që do të duhet të propozohet nga dikush. Mendoj që ata do të duhet ulen bashkë dhe bashkarisht ta bisedojnë këtë çështje dhe ta gjejnë një kandidat të pranueshëm për gjithë. Qartë. Kemi kaluar minutat rezervuar për këtë pjesë. Ju falenderoj shumë Koci, profesor, faleminderit shumë. Profesor Spaiu, faleminderit shumë që ishe me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. E këtë diskutim që bëm. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën, ndërkaq nga këtu do të shkojmë në një lidhje tjetër.